Policia e Shkodrës ka finalizuar operacionin e koduar Flagranca duke goditur një rast të kultivimit të bimëve narkotike. Shërbimet e Komisariatit të Malësisë së Madhe si rezultati i hetimeve intensive të kryera me metoda proaktive për një rast të kultivimit të bimëve narkotike, arritën të finalizojnë këtë operacion në territorin e fshatit Ivanaj. Efektivët gjetën të kultivuara 306 bimë të dyshuara kanabis sativa, të cilat u asgjësuan nëpërmjet djegjes. Në flagrancë në vendin ku ishin kultivuar bimët narkotike në këtë fshat, u arrestuan 2 shtetas, 40 vjeçari Nikol Zabelaj banues në Guci të Re dhe Kin Plepi 43 vjeç banues në Gru të Re, të dyshuar si autor të kultivimit të këtyre bimëve. Kontrollet policore vijojnë në gjithë territorin e qarkut Shkodër, si nga toka dhe nga ajri, me qëllim parandalimin dhe goditjen e kësaj veprimtarie kriminale. Ditët e fundit, operacionet policore janë shtuar në territor me qëllim zbulimin e parcelave të mbjedha, por dhe territoreve të mbyllura, të cilat përdoren nga kultivuesit. Materialet procedurale për rastin e fjalë u kaluan prokurisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.